Rama ka një vit që po lufton me mullit e erës për të ndryshuar gjithë kodin penale dhe gjithë procedurën penale. Nëse bëhen këto ndryshime... S'ka ndryshime, s'ka lidh, nuk lidhen me pjesën e ngritjes. Po, duat të ndalim të ndryshime, po, se s'bëhen nga hiç ndryshime, s'bën kot. Urdhro. Ndryshon konceptin. Ja të qëndrojmë se do të Ma dëgjoj një sekond tani. Kjo nuk është analizë, më dëgjoj me kujdes. Rama ka të paktën 6 muaj që ka hedhur në treg kodin penal. Kur e hodhi në verën e vitit shkuar kodin penal, u lëshuam unë gjithë ne dhe tham, shiko, kjo nuk është kod. Kjo është pastaj domethënë t'ia futësh vetes nga të duash. S'është kod, është kod. Po është kod, fiks, tha. Tani kur pa gjithë gazëllimin e madh të kundërshtarëve, tha stop. Tani është kthyer mbrapa se çka ka bërë, thotë, duke pasur parasysh faktin që do i shkojnë këta europianët, Brukselit zyrtarët dhe do ta kondicionoj, ka bërë një qasje tjetër. Ka shkuar në Bruksel dhe ju ka kërkuar një grup ekspertësh. Po, këtë sa. Okej, ndëgjoj tani. Ky grupi ekspertëve do parafroj kodin tonë dhe kodin e procedurës penale me legjislacionin evropian. Por në krye të këtij grupi të ekspertëve qëndron Drago Kos. Drago Kos është vllai i Marta Kos. Tani, ne kemi motra vëllezër dhe nuk na lejohet domethënë që të themi sigurisht do bëj punën e vet. Por që kjo ka kinse një qasje domethënë tinxare te Edi Ramës. Dhe këtu dy gjëra duhet të ndryshojnë në mënyrë kështu specifike. Një, ulja e marzhit të dënimit për korrupsionin, ne kemi 8 vjet ta bëjmë 5, dhe do ta them pse do ta bëjmë 5, dhe Ta bësh 5 si mos hiqet imuniteti. Dhe jo vetëm, të kalon shërbim prove. Kalon shërbim prove, se çdo dënim deri në 5 vjet me marrë dënimi ke dënim alternativ. Dhe heqjen e shpërdorimit detyrës. Tu të heqjen e shpërdorimit detyrës jam dakord unë, sepse për mua shpërdorimi detyrës është 100% korrupsion, nuk duhet merret shpërdorimi detyrës, po që shpërdorim është korrupsion për mua. Ka dy mënyra për ta bërë, se mund ta vesh mënyrën italiane, që është më kështu literale, rigjide, si e jona pak a shumë. Mund ta vesh mënyrën franceze që të bën ta zbërthen në një listë. Për kufizimesh të ndryshme pastaj. Nuk thot shpërdorim detyrë, po t'jep një listë të gjatë me definicione juridike për gjitha llojet e shkeljes. Rama do ka nisur të bëj. Po Rama s'ka më bërë asnjërin prej këtyre. Dakor, unë e besoj mos e bëj, po grupin e ekspertëve Rama po e merr, po e mbledh që në fund mbasi grupi i ekspertëve bëjnë cop letër, ai s'do ta lexojë, edhe do bëj atë që do më bëj. Po Rama do thotë që grupi i ekspertëve bëri këtë gjë. Se ka bërë këtë gjë me kodin zgjedhor më parë. Nuk e ka hallin që nuk duhet që Brukseli zyrtar ta kundërshtojë këtë. Patjetër. Dhe për që të mos e kundërshtoj, ka çuar prap pikërisht Drago Kosin. Se kur ta kundërshtoj komisionera për zgjerimi Marta Kosin, vetëm se grupi ekspertëve, se unë vetëm një francez, edhe një italian. Ti tani do të më kundërshtosh do përdorë më se ka diçka. Unë për një italian dhe një francez e di. Kjo çështje ka dalë te Brukseli tani. E kuptoj. Unë po them se çfarë po ishte tu ke shtete specifike që sot kanë marrë rol të pavarur nga Brukseli. Është vërtet Gjermania është. Ta lutem ta bëj këtë dhe. Sa ta mbylli këtë detyrim. Kodi penal për të mbrojtur këta. Nuk është kështu jo. Po për kë po mbrojt? Se për qytetarët penali ka koha se është i vjetër, duhet të riparuar. Po thot gjë tjetër. Duhet të rregulluar. Unë po them gjë tjetër. Edhe me procedurën. E njëjta histori këta do duhet ka dëshirën domethënë që ta bëj. Unë besoj se ai ka për ta bërë. Në qoftë se Rama thotë që unë këtë gjë do ta ndryshoj, deri tani ky zotëri i ka bërë. I ka bërë në dëmin e shqiptarëve në le të themi në xhepin e vet, po i ka bërë. Tani fjalia e fundit që kisha për të thënë, duke qenë se Ermali spekuloj pak sa më përpara, po shkoj spekulimit e Ermalit. Edhe falje për spekulimin. Edhe unë po kërkoj 2 herë falje, meqense po spekuloj. Spekulim u them është llogari politike. Unë po them që dosja e zonjës Balluku, dhe s'dua të rikthem edhe një herë, është shitur në thonjza të paktën në 2 kancelari. Në home office, pak më përpara, dhe në Gjermani. Për këtë të dytën, Ermal, spekulimi që ndron për zonjën Spiros Pali. Për atë të parën e di që nuk është Spiros Pali, madje edhe shumë mirë se kush e ka çuar gjithë dosën. Pra, Europa, jo nuk e them dot. Është socialist. Do. Sigurisht. 100% do. 100%. Mungoj sot më për... Mungoj. I tha njëri. Si do mungojë gjitha direkt. Ja, po s'është ato gjë të futet. Pra, po them, a fundit fare po them që çështja Balluku është europiane tashmë. Ky zotëria mund ta vonoj. Po është totalisht e pamundur që ta mbrojë. Mirë, një sekondë. Ka dalë për te.